Sigurisht, fenomeni Saviano nuk mund të ishte jashtë gazetës tonë, jashtë vëmendjes tonë. Falve një stafi që ne kemi pikërisht për suplementin ndryshe. Pikërisht në këtë suplement janë thuajse të gjitha shkrimet për Roberto Savianon, ashtu sikurse dhe intervistat e tij në shtypin e huaj. 29 vjeçar, i cili është i privuar nga liria, i shoqëruar për gati 2 vjetësh nga karabineria italiane, 29 vjeçar që bën denoncim të guximshëm për mafjen e vendlinjes së tij, do të ishte pjesë e gazetës, jo thjesht si një fenomen, por për t'i treguar edhe shoqërisë shqiptare se ne kemi dhe njerëz të guximshëm dhe për të bërë paralele gjithashtu. Për më tepër që Saviano ka shkruar edhe për mafjen shqiptare, për bashkëpunimin dhe raportet e saj me Camoron. Bëjmë një moment, sepse kjo është pyetja e një që duhet të bëj. Ju e keni ndjekur të ngjashëm të njëjtë mënyrën se si është folur media perëndimore me median shqiptare në Kosovë, në Prishtinë, në Tiranë? Mund të them që nuk mund të bëhet krahasim mes mediave shqiptare dhe mediave të vendeve të Evropës perëndimore për shkak të rrethonave ekonomike, rrethonave ndoshta edhe çështje tradite, domethënë mediat si në Shqipëri si në Kosovë për fat keq nuk kanë një traditë të gjatë të raportimit, domethënë unë mund të kujtoj vetëm gazetën Rilindja që botohej në kohën kur Kosova ishte pjesë e Jugosllavisë së Titos, kur atëherë kishte 4-5 korrespondent në linje të afërt në Gjermani gjithandej. Tani në gjithë këto vite, domethënë sepse në një farë forme këto vitet shqiptare, sidomos Kosova kanë qenë pjesë e zhvillimit në politikën botërore, ne më shumë jemi marrë me vetveten e nuk Këtë mendoj se është problemi, jo fakti që s'ke korrespondent apo s'ke intuit. Mendoj që është fakti që ti merre shumë me veten dhe e di se je jashtë. Edhe në kohë krizës thuhet kriza të prek. Saviano s'është, mafia nuk ekziston, kam përshtypjen që kjo duhet të jetë arsyeja. Ka pasur natyrisht arsye që shqiptarët janë marrë shumë me vetveten, sepse megjithatë ka ndodhur ngjarje shumë të rëndësishme, domethënë intervenimi i NATO-s e gjitha këto. Por në përgjithësi, domethënë mund të konstatoj që ka një lloj provincializimi gjithka, domethënë edhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me botën shqiptare, ka të bëjë me shumë vende të Ballkanit. Në fakt, Rudina, ky libër mendoj që ka të bëjë shumë me ne. Realisht ky libër ka të bëjë shumë me ne. Me ta lexuar këtë libër, ne do hasim aty shumë pjesë për Shqipërinë. Dhe do të kuptojmë më së miri që realisht e meriton vëmendjen e medias, sepse është një gjë që na përket edhe ne. Nuk e di nëse Urimi e ka lexuar përpara librin apo vetëm ka qenë në lidhje në intervistat e Savianos. Të jemi sinqert, nuk e kam lexuar më përpara librin, kam lexuar pjesë të tij, por kam lexuar shumë për jetën e Savianos, për kërcënimet ndaj tij, ashtu sikurse edhe shkrimet e Savianos. Doja të thosha diçka zotit Robelli që nëse më lejohet. Jam deri diku dakord me zotin Robelli, por jo të rësisht, nuk është element thelbësor besoj të kesh një korrespondent në Itali. Ju e provuat Rudina, ju keni realizuar intervistë me Savianon dhe sot mundësit janë të shumta për të patur një intervistë jo vetëm me Savianon, por edhe me të tjerë, por sigurisht që intervista me Savianon do të jetë një gjë shumë e bukur dhe unë jam shumë i vëmendshëm për ta dëgjuar. Edhe diçka tjetër që doja të shtoja, një javë pasi Saviano është kërcënuar, Gazeta Shqip e ka patur pjesë përbërësit të qendrimit të saj editorial. Sigurisht nuk ka qenë argumenti kryesor Saviano, por paralelet të mafjes napoletane dhe me mafjen shqiptare. Për të vijuar më pas, gjatë ditëve dhe gjatë viteve nga 2006 deri në ditët që po flasim, ditët e fundit ne kemi botuar pjesë nga libri që pritet të dalë në qarkullim, të ofruara me bujari nga shtëpia botuese. Ashtu sikurse kemi botuar dhe intervistat e tij të dhëna në shtëpinë e huaj. Po, nëse nesër do të botoni intervistën e zbardhur të Roberto Savianos dëm për Shqip. Po, nesër do ta kemi intervistën e plot të Savianos. Pikërisht në faqet e Gazetës Shqip. Do të lexojmë nesër në faqet e Gazetës Shqip. Unë të falenderoj Urim që ishim në këtë komunikim drejt për drejt në këtë emision kushtuar Roberto Savianos. Faleminderit.
Do vazhdoni punën, besoj nuk po e mbaj më gjatë. Po Ta mbyllëm tonë. Në ndërkaq, do thoja që intervista juaj, intervista e Savianos për televizionin Top Channel, për emisionin Shqip, do të jetë inkluduar e përfshirë edhe në librin Gomorra, sepse ne i quajtëm këtë si një gjë të re, si një gjë shumë të rëndësishme, për shkak se ai aty flet shumë për Shqipërinë. Pra le të themi është një përligje, le të themi është një konkluzion që ai ka nxjerrë. E kemi përfshirë në faqet e fundit të librit, kështu që lexuesit do të kenë mundësi që ta kenë përgjithmonë në libër intervistën e Savianos. Mirela Kumbare bën një pyetje, si është përkthyer libri Gomorra? Si ka ardhur nga italisht në shqip? Shumë pyetje mirë. Në fakt jemi përpjekur shumë në këtë pikë. Për dy përkthyeset janë Etleva Cani dhe Alketa Ylli, për cilët besoj që edhe Mirela ka mendim shumë të mirë. Libri është përkthyer vërtet shumë mirë. Të paktën le të themi ka ardhur i pacënuar, ashtu siç e ka sjell Saviano. Do të thua së bashku me teleshikuesin të ndiqim tani intervistën që Roberto Saviano ka dhënë në ambientet e shtëpisë votuese Mondadori pak kohë më parë në Rom. Pas publicitetit me Roberto Saviano në Shqip.